Miq Radio jemi sot në një intervistë të veçantë, në fakt jemi duke nxjerrë në pa disa nga artistët e veçantë që kemi këtu në Shqipëri, bëhet fjalë për ikonografët e famshëm të cilët punojnë. Vazhdon tradita e bukur shekullore e këtij vendi. Atyre shkollave të mëdha ikonografike që kanë zbukuruar këtë tempuj që mahniten jo vetëm ne që jetojmë këtu në këtë vend, por të gjithë ata që vinë e vizitojnë Shqipërinë dhe çdo vit pas viti shtohen dhe mahniten nga punët e mrekullueshme që janë në parafreske, në për ikona, në për muzet që ata gjejnë dhe vizitojnë kur vizitojnë vendin tonë. Jemi sot me ikonografin Petro Lufta, me një mikun tim, të cilin e kam njohur padyshim, e kam njohur në Kish kur ai punonte në ikonografi, në punët e Kishës, dhe sot ai gjendet në studion e tij, ka marrë pikërisht në vendin ku ai qëndron, ku ai punon, dhe në brasmeje në sfond kemi dhe ikona të cilat Petro është duke i bërë. Petro, unë falenderoj shumë. Mirë se ardhët. Që na mirëpritet në studion tënde sot. Jam shumë i kënaqur që keni ardhur këtu, në vendin kur unë gjej vendin më të mirë dhe gjendem rahat, sepse këtu nis dita ime dhe këtu mbyllet. Petro, flasim për një ikonograf të një niveli profesional. Kur nisi karriera juaj, Petro? Atëherë, u pretendoj ose me shumë thjeshtësi them këtë fjalën ikonograf. Se deri në shpik jam unë vërtet nuk e di, por që duhet të punoj. Kjo është një mësim që neve duhet ta kemi vat në vesh, madje edhe nga murgjë të cilët na kanë ndihmuar, kanë thënë gjithmonë. Asnjëherë nuk duhet jemi në ato rangjet e këtyre piktorëve të mëdhenj që dalin nxjerrin në pa emrin. Dhe nga kjo marshkas që në ikonografin bizantine shkruhet nëpërmjet dorës së ikonografit emri dhe mbiemri. Asnjëherë vetëm emri, mbiemër dhe viti. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Shpeshherë në ikonat të cilat ne kemi punuar gjatë gjithë këtyre viteve, kishat të cilat janë ndihmuar nga fort lumturia nga kryebiskopi i Ndjeri Anastas, kemi pasur fatin të cilët ne kemi bashkëpunuar dhe shumë ikona të cilat unë nuk i mbaj mend vetëm në qoftë se hap katalogun e punëve, atëherë më kujtohet viti dhe periudha e punimeve. Ç'të them, ikona është nuk ka as fillim as mbarim në të shpjeguar, sepse fillon me Zotin dhe mbaron me Zotin. Është një vërtetësi, është një bibël e analfabetëve. Ka një mesazh të cilën e mban në plan të parë. Plani i parë nuk është pikturimi dhe zotësia e ikonografit, as ngjyrat e bukura, për mëtej unë do shpjegoj dhe me sa ngjyra punohet një ikonë. Ikona e vjetër, ikona e cila quhet edhe në teknikën paleologe ose e shqiptëruar me pak ngjyra, ikonë e cila punuar me teknikën e së vjetrës e cila na kanë ardhur me shumë fanatizëm edhe punohet sot. Ikonografia bizantine, kjo fjalë shumë e madhe, e cila ka disa pika të forta dhe përveç mesazhit, vërtetësisë që mban në vete, ajo ka dhe një sekret tjetër që duhet mbajtur me fanatizëm në vendin më të mirë të shtëpisë, sepse duhet respektuar. Duhet respektuar fjala e Zotit e cila përçohet nëpërmjet pikturimit, vërtetësisë, të gjitha simbolikave që gjenden të pikturuar aty, dhe për më tepër që kjo ikonë duhet punuar që nga suporti dhe duhet mirë mbajtur që të jetoj sa më gjatë. Në fakt, Petro, përgjatë periudhës komunizmit, të ateizmit, më ka rastisur që njerëzit na kanë nxjerrë ikonat të cilët i trashëguan apo i ruajtën nëpër familjet e tyre fshehura, si kuptohet. Por pjesë e tyre edhe ka nevojë për restaurime, për shkak edhe të kushteve. Por sa shkon një ikonë në fakt? Sa rron një ikonë? Kush janë nga se varet, domethënë, jetë gjatësia e një ikone? Apo i një fresku, kur ju në një kishë shikojmë freskat? Një ikonë jeton shumë, sepse suporti i një ikone është materiali dru. Po. Siç është kjo ikona e cila është e lyer me pak ngjyrë, me ngjyrë të kuqe, e cila edhe ngjyra e ikonës së drurit simbolizon gjakun e martirëve.
vendosëm 2 pyka nga mbrapa në mënyrë që sipërfaqja e drurit të jetë rrafsh, që mos shtrembërohet me kalimin e kohës. Në të shumtat e rasteve krijohet një grop e punuar me një mekanizëm frezë, edhe vendoset një beze, nap, me solucionin e tutkallit, pastaj me xhezo di Bologna dhe zmeri lodh derisa vjen në një sipërfaqe shumë të sheshtë. Kjo është ana teknike si mund punohet një ikonë. Por përsa i përket pyetjes suaj që tha për ikonat e vjetra. Ikonat e vjetra janë punuar kështu. Se sa kanë jetuar, sa i kanë rezistuar kohrave. Ne kemi kuptuar që ikona, sidomos në periudhën komuniste, të cilat njerëzit i kanë vendosur ikonat vend e pa vend. Po, për shkak të frikës. Dhe ai i cili mbante një ikonë në shtëpi, ka pasur raste edhe janë burgosur, internuar etj. Por me ato mundësi kanë bërë të mundur që e kanë amballazhuar me mjete rrethanore dhe kanë mundur që në ditët e sotme që ne shikojmë, kemi pasur ikonat vërtet mira që kanë rezistuar. Por ka dhe nga ato ikona që nuk kanë rezistuar për efekt lagështisë e grasisë e tjera si këto. Si duhen ruajtur? Falë Zotit, në ateljen e kompleksit Nazaret në kombinat, falë bashkëpunimit dhe idesë të pafundme të kryepeshkopit, ka investuar që aty të ketë një vend të restaurimi, përveç ikonografisë. Ne kanë para të punën që bëhet aty. Dhe studentët cilët kanë mbaruar dhe kanë bashkëpunuar me profesionistë dhe kanë vazhduar hapat që ikonat të vjetra të çdo periudhe të punohen dhe të ketë njerëz të posaçëm për t'i mbajtur këto ikona dhe jo vetëm t'i mbash e t'i restaurosh, t'i pastrosh, por edhe të ruan ato ikona. Shpeshherë këto ikona janë futur në një ambient kuadrat druri dhe të mbyllura me xham. Sepse më kujtohet tani nga një profesionist restaurator, thoshte që edhe përplasja e derës, hapja dhe mbyllja bënte që stupa lëvizte nga suporti i drurit. Janë disa sekrete profesionale të cilat neve na është dashur edhe të bëjmë 2 vjet shkollë për këtë, një shkollë profesionale, por edhe kemi pasur fatin që të asistojmë dhe të shikojmë një restaurim të një ikone të vjetër. Kështu. Përsa i përket ikonës, mi që filluam tek ikona, tek suporti. Shpeshherë na thonë edhe nxënës të cilët kanë mbaruar shkollën e ikonografisë. Si fillon një ikonë, si vizatohet, si kompozohet. Shpeshherë me shumë thjeshtësi dhe naivitet kam thënë, mundohu të bësh një fotografi, të kompozosh një portret të një miku tënd në një aparat fotografik. Ti atë portret nuk e vendos më të madh dhe më të vogël, por e vendos që ai të qëndrojë mirë në kuadratin e aparatit fotografik. Kjo quhet kompozim. Ajo lloj madhësie duhet bërë që vizatimi i kokës dhe i trupit ose në formë bust, nëse na jepet mundësia për ta vizatuar, atëherë duhet kompozuar që koka dhe trupi mos të jenë në një të zmadhuar aq sa duhet, po aq sa edhe për masa më e vogël nuk shkon. Kështu që bëhen disa prova, 3-4 vizatime për të qenë korrekt ai vizatim që të qëndrojë mirë në sipërfaqen e kuadratit. Kjo Petro është një kopje që bëhet e originalit apo? Tani është një krim që ndodh. Çfarë ndodh? Atëherë, ikonografia ecën në bazë të prototipeve, në bazë të ikonave të vjetrave të cilët kanë bërë ikonografë të ndryshëm. Dhe duke jetuar në këtë kohë moderne, kemi pasur rastin që të shikojmë këta foto edhe në internet, i kemi më të shpejt në mënyrën e njohjes dhe të informacionit, dhe kështu që neve na është bërë mundur të shikojmë ikonografë të cilët duke filluar që nga Siberia e largët, që nga Palestina, Izraeli, Bullgaria, mjersat e Rumanisë, Maqedonia e vjetër, të mëdhën Ballkani, i cili ka një traditë ikonografike shumë të vjetër, më vjen keq për shtetet e tjera, por nuk e kanë më të vjetër atë traditën e ikonografisë se sa këto vende. Por sigurisht është përhapur. Patjetër. Është përhapur dhe kemi ikonografë të cilët sot punojnë me shumë mjeshtri, por duke u bazuar tek teknika e vjetër. Në ikonën bizantine nuk mund të bësh art për mbi art. Po.
Sepse ikona nuk të lejon. nuk ka modernizëm. Nuk ka modernizëm. Në një pikturë laike kemi pjesën kohore, për shembull pjesën klasike, pjesën moderne, postmoderne, por në ikonografi jo. Sepse ikonografia nuk është për të zbukuruar një dhomë, për të ardhur njerëz, për ta bërë vendin të këndshëm etj. Por ajo është për një njeri i cili ka hall, miku im, i cili ai gjen në një pozicion të vështirë dhe kjo ikonë, sado e vogël, atje në cep të murit, atje ajo të bën për vete. Është shumë familjare ikona. Shumë familjare ikona. Po pra, kanë një vlerë, Petro. Atëherë, se kanë një vlerë të madhe, më tregonte një specialist që kishin për sa i përket vlerës, i kishin ekspozuar diku. Ikonat e vjetra kushtojnë shumë. Po. Ndoshta nuk jam unë ai personi i cili duhet të jap këtë informacioni sepse nuk jam ekspert i kësaj fushë, por di të them që kushtojnë shumë. Po më shumë se foto se një foto e bukur, po themi pikturë e bukur, edhe ka një dorë e njohur. Patjetër. Më është bërë shpeshherë pyetja si kompozohet ikona e një shenjtori duke shfaqur dhe jetën e tij personale. Nuk kapen detaje të vogla, po kapen momente kur ai ka qenë prezent dhe nëpërmjet Zotit ka bekuar, ka dhënë mesh, ka ndihmuar dhe ka dhënë jetën për Krishterimin. Janë disa pika kyçe, të cilët në periudhën e sotme, në kohën e sotme, ne na kanë ardhur nga gojdhëna, nga njerëz të cilët kanë qenë murq dhe ata i kanë dhënë jetën vërtetësisë së fjalës së Zotit. Dhe ne nuk e vëmë në dyshim asnjë gërm të tyre në lidhje me jetën e murgut i cili ka dhënë jetën dhe më vonë është martirizuar, do të thotë që më vonë ai është shenjtëruar nga një këshill ikumenik të një periudhe pas 100 vitesh ose më vonë. Sigurisht këto duke u bazuar nga mrekullitë të njerëzve të cilët ata me shpjegimet e tyre ata kanë folur me përftërinë edhe kanë dhënë data historike dhe duke u bazuar në këto ka qenë e drejta e këtij martiri të shfaqet tek njerëzit në një formë tjetër, në një formë të shenjtëruar. Për shembull, kemi dy ikona të cilat është ikona e shënërisë. Dhe na droqen vëmendje sa u futëm në studio. Po, edhe e Zotit Krisht. Këto dy ikona janë paraqitet i gjithë trupi i ulur në fron. Pjesa e fushës është e florinjtë sepse simbolizon parajsën. Është ikona më e fuqishme e kishës tonë. Edhe e Krishtit Pantokrator. Këto të dy ikonat vendosen në plan të parë të ikonostasit. Quhet ikonostas sepse është një mbajtëse prej druri, e cila mban këto vepra të mëdha, të cilat janë më tepër se vepra, sepse këtu është e gjithë teologjia e kishës tonë. Çdo gjë çfarë na është thënë që në kohët e lashta. Sigurisht unë jam ikonograf dhe nuk jam i Zotit të flas nga ana teologjike, por dy fjalë do t'i them. Patjetër, Petro, sepse na interesojnë që edhe për ata që na dëgjojnë të kuptojnë që kush janë ato gjërat, ato pikat, ato detajet që atëherë duke u bazuar tek ikona e Krishtit Pantokrator, vendoset në një fron për të treguar atë fuqinë e Zotit. Gjithëpushtetshmi, po. I gjithëpushtetshmi. Kemi dorën bekuese, e cila bashkohet gishti i tretë me gishtin e madh dhe dalin në pa dy gishta. Dhe këto tregojnë që Zoti ishte edhe perëndi edhe njeri. Është veshja episkopale dhe për ne është kryeprifti i parë për kishën ortodokse. Është ungjilli i hapur, i cili mban të shkruajtur në greqishtën e vjetër, por shpeshherë unë kam shkruajtur dhe në shqip, por kam dashur në këtë ikonë të bazuar tek një ikonë, një kopje të një ikone të vjetër. Janë profetët të pikturuar në monokroni mbi flori, të cilët ata, po në kramën e majtë të djathtë, të cilët ata tregojnë me gisht kush është Zoti, kush është Perëndia.
Pak më parë përmenda se si mund të realizohet një ikonë me festa për të treguar jetën e shenjtorit. Për shembull, në këtë rast, nëse do më jepësh mundësia të bëja një shtesë në këtë ikonë, atëherë rrumullak kësaj ikone do vendosa në kuadrate në forma të ndryshme jetën e Zotit Krisht. Pra mund ta Që në vendosje. momentin Pra nëse do ishte një pikturë murale, një freskë, mund ta zhvilloja atë. po, në kuadrate të vogla, rrumullak ikonës. Dhe zakonisht fillon në krahun e majt, por mund të fillojë dhe lart, dhe ndiqet ajo rruga në bazë të mistereve të Zotit Krisht deri aty ku fillon ikona e parë. Dhe në lidhje me ikonën, ka disa pika të cilat edhe duhet t'i mësosh, duhet t'jesh gjithmonë nxënës. Fati i madh i joni ka qenë sepse në studion e ateljes tonë vinin shumë murgjë. Dy sekretet të njërit dhe dy të tjetër duhet ishe shumë i vëmendshëm që ti mbaje mend këta pika edhe ti shikoje edhe duke vizatuar. Po kemi pasur edhe fatin e madh duke u organizuar 5 deri 6 ikonografë të Shqipërisë, të cilët neve kemi bërë vizita shumë të shpeshta në Malin e Shenjtë, në vendet ku manastiret të cilat kishin pa diskutim një atelje ku punoheshe ikona aty. Dhe ajo ishte një ndihmë, Petro. Ishte një ndihmë shumë e madhe, sepse neve duke qenë nga një periudhë komuniste, nuk kishim asnjë lloj informacioni. Mos të them ishte një teknikë e humbur, themi. Edhe unë jam afruar duke punuar një pikturë religjioze. Duke filluar historinë time nga një vend jashtë Shqipërisë, kam takuar një prift arbëresh, edhe ai më ka prezantuar një ikonë të gjysmë bizantine ose një teknikë ruse, e cila është për njerëz që na dëgjojnë është një teknikë midis ikonografisë bizantine dhe teknikës latine. Teknika latine është ajo piktura që ndjekin dhe pikturohet në kishat katolike. Kjo ishte një rrugë të mesme. Edhe kjo në të shumtat e rasteve na është paraqitur ose thuhet teknika ruse, sepse rusët e parapëlqejnë këtë lloj pune. Kanë teknika të ndryshme. Qëra fjala në lidhje me teknikën. Kemi teknikën bizantine. Është teknika ruse, teknika paleologe, e cila është më e vjetra, e cila punohet me 6 ngjyra, pa të bardhën dhe të zezën. Punohet me ngjyrën jeshile, portokalli, me ngjyrën okër, ngjyrën e tullës, terra di siena, është një ngjyrë e kuqerend, e bardha dhe e zeza, të cilat në gjuhën e pikturës quhen ngjyra asnjanse. Me këto pak ngjyra realizohet një ikonë e vjetër. Kemi pasur prova të ndryshme që kemi bërë ikona të tilla. Dhe kanë pasur njerëz të cilët kanë porositur një ikonë të vjetër me teknikën e vjetër, duke bazuar tek një ikonë e vjetër. Po, tani kam shumë dëshirë të tregoj artin shqiptar, artin ku unë kam lindur dhe e kam si një detyrim shpirtëror t'ju shpjegoj. Dhe ta ndajmë me ata që na ndjekin, sepse kanë dëgjuar se prezantuam në fillim, Petro, që këtu kemi pasur atelje, kemi pasur shkolla të ikonografisë. Shiko tani, po përmend disa ka pasur veçanti, padyshim, ka pasur edhe zhvillim. Kemi Onufrin e madh. Po. I cili me ngjyrat i ka përtorur që të gjitha ngjyrat ai. E kuqja e Onufrit, një kuqe e cila ai e përdorte rrallë, edhe të gjithë natyrën e ikonës, ai e përdorte të ftohtë dhe godiste vetëm me një vermilion ose një kuqe permanent që thohet, e cila kjo ngjyrë pluhur gjendet 700 metra poshtë nivelit detit. Nga një koral. Shumë e vështirë për ta gjetur këtë lloj ngjyre. Tani ç'ndodh? I gjithë ky art bizantin dhe post-bizantin i vendit tonë përfaqësohet nga këta ikonograf të mirë. Onufri i madh, i cili ishte nga Shpati. Pastaj u ngrit në detyrë, në grad hierarkike prift dhe e zhvilloi punën e tij të mirë në Berat, aty ku ngriti. I vetmi ikonografi i cili ngriti ateljen me nxënësit e tij. Prandaj po ta shikojmë të gjitha ikonat të cilat janë të punuara nga Onufri, janë më tepër në volum sepse ai ishte i ndihmuar nga nxënësit.
Dhe pastaj ai jepte finiaturën ose e punonte në fund fare edhe dilte e punuar ose studiuar nga mjeshtri Një pjesë e madhe e tyre Kemi Onufër Qipriotin, i cili është një ikonograf tjetër, po. Kemi dinastia Çetirin me të famshmin dhe profesionistin më i mirë Joanin, i cili ka punuar me djalin e Onufrit Eftimiun. Kemi vëllezërit zografi, po, me Korça. Athanasi. Kemi edhe bitë e tyre, Terpon. Po. Kemi Mjalan Naknosin, i cili nuk kishte origjinë nga Shqipëria, por punoi gjatë gjithë jetës së tij në Shqipëri. Kemi Konstantin Shpatarakun. Përse e lash Konstantin Shpatarakun në fund? Sepse Konstantin Shpataraku në ikonat e tij miniatur ka qenë më i mirë se Onufri. Po e rrithem, ka qenë më i mirë se Onufri. Pse? Sepse ai nga që punonte shumë ikonat portative. Ai ishte profesionalizuar dhe praktika e tij e bëri atë që ta studionte miniaturën më mirë. Jo se Onufri nuk e ka punuar miniaturën. Onufri ishte i, të themi në gjuhën e pikturës, ishte i gjigant në ngjyrë, kishte një hapësirë në një sipërfaqe 30-40, aty gjendeshin 30.000 hektar potencial artistik në gjuhën e pikturës. Pastaj ajo e përkthyer në ikonografi. Edhe kjo ikona që është e mbyllur, themi, e kufizuar në një përmas. Pra dhe të hapësirë Petro që ti të zhvillosh edhe prap. Se shumë disa element që ke shtuar tek veshja e Elisës Mari. Po, këtu duhet. Onufër Qiprioti e ka punuar një mantelin e shëmërisë me lule dekorative. Ishte një traditë e tij. Dhe shiko ç'a ndodh. Çdo ikonograf e vizaton në një fest duke u bazuar në vendin ku ai ka jetuar. Po. Imagjino tani vendi jon, i cili ka për 2 orë ti mund të shikosh një mal dhe pas 2 orësh mund të shikosh një det. Është i bollshëm me ujë, me natyrë e tjera. Peizazhe. Dhe kjo lloj natyre është e shfaqur në punë. Domethënë ky është egoizmi normal, justifikueshëm i një piktori, një ikonografi në rastin tonë. Dhe ç'ndodh? Në një ikonë ai ikonografi ka dëshirë që ta zbukurojë atë në mënyrën e mirë të fjalës. Jo ta zbukurojë që ta bëj mantelin e zonjës të tepërt, të dalë jashtë mode, por të thjesht edhe brenda asaj modestie, brenda asaj thjeshtësie ai ta zbukurojë me lule dekorative, lule të cilat këto lule nuk duken më larg se 2 metra. Vetëm nëse ti afrohesh 40 cm ose shumta 1 metër. Kjo duhet të jetë ato etapat, sepse në ikonografi bizantine përse ne kujtojmë ngjyrat paleologe, ngjyrat 4-5 ngjyra që punoheshe ikona në kohën e vjetër, sepse në plan të parë nuk duhet të jetë bukuria e mantelit në ngjyra, por duhet të jetë drita e Zotit, dhe në plan të dytë vinte peizazhi, vendi dhe manteli. Madje kemi ikonat të Maqedonisë, të ikonografëve të vjetër të Maqedonisë, ku manteli ishte pothuajse i errët, shumë pak dritë. Pra nuk doni ta theksonin edhe. Shpeshherë shiko, në ikonat me që përmendëm dhe Onufrin, ju kërkojmë ndjesë të shpesh përqendrohem. Kam kaq shumë të them për ikonën sa në momente të ndryshme më vini ide të tjera dhe nuk e plotësoj atë çfarë duhet unë të them. Por në ikonën e shënmërisë kemi Fronin, ku këto 2 ikona do vendosen të dyja në të njëjtën vend, dhe jam munduar që shumë gjërat jenë të përbashkëta. Sepse dhe vetë Zoti shënmërinë e mbajti afër. E mbajti afër dhe për ne shënmëria është shumë afër Zotit. Paktën për mendimin tim, ishte nëna e Zotit. Të djathën e birit të saj. Ishte nëna e Zotit. Edhe ajo e cila e preku parajsën e para, e preku parajsën. Ikona e Zotit, ose të gjitha ikonat bizantine, kanë një sekret, sidomos në portret. Nuk është, portreti është aksi i fytyrës, nuk është në mes. Por njëri krah është më i madh dhe tjetri më i vogël. Dhe duke u pozicionuar kështu aksi në mes, edhe ai të ndjek. Syri është më i madh, pjesa e gojës dhe flagra e hundës është më e madhe, veshi pak më i madh, dhe shpeshherë është vendosur edhe fija e flogut, që duke qëndruar edhe statik,
ajo brenda vetes ka edhe një lloj lëvizje, një lloj ajri brenda vetes që lëviz. Duke e bërë vizatimin statik, duke e bërë të lëvizshëm. Për njeriu që e shikon, ikona e punuar nga një profesionist duhet ta ketë këtë sekret të vizatuar në Petro, shoh që ke të pikturuar tani, ke nisur punën e mrekullisë që ndodhi në Kanat të Galiles. Është një vepër arti dhe kjo. Është madhështore kjo skenë. E kam zgjedhur ta paraqes këtë ikonë, sepse pothuajse të gjitha ikonat që janë në shfaqje këtu janë në proces gati 5% mbyllen, por kjo ikon sapo ka filluar. Po, është në fazat e parë. Është bërë një kompozim kur në plan të parë unë kam vendosur shënërim me Krishtin, dy të rinj të cilët martohen dhe babai i shtëpisë, i cili në këtë moment nuk e di është e qartë vizatimi, duket po. Lajmërohet nga një ndihmës i cili ai i thot, vera ka mbaruar. Në këtë moment e mira shënmëri i flet në vesh Zotit Krisht dhe i thot për t'i ndihmuar në këtë rast. Po. Dhe paraqitet Zoti Krisht në krahun e majt dhe ai bekon ujin, të cilët ndihmës të tjerë që asistojnë në dasëm i mbushin këto kana të mëdha me ujë. Dhe një zotëri atje i cili unë e kam evidentuar, ngren gotën me verë, sigurisht ajo do vizatohet në këtë lloj forme, është e pambaruar, edhe ai thot, kjo verë është më e mirë se vera që pimë përpara. Në krahun tjetër kemi të ftuar të tjerë në formën bizantine, të pikturuar në pozicion bizantin, dhe një djalë i cili shërben edhe nxjerr një kanë e cila është bosh. Dhe këto të habitur, në fazën e parë jemi këtu, këto të habitur thonë, pse kjo dasëm kështu? E sigurisht, vetëm person që ka përgjegjësinë peshën më të madhe është babai i shtëpisë, kur sigurisht pas kësaj mrekullie, das ma shkon për mrekullie dhe kjo është për ne, kjo është mister. Mrekullinë e parë të Zotit që bëri. Kjo, por nuk duhet të harroj edhe se këto janë ikona portative. Po. Atë Grigori. Të janë gjitha portative, Petro. Do që këto i merr kushte i vendos diku. Po. Janë në lidhje me afreskët, Petro, sepse ju keni punuar në lidhje me afreskun. Keni punuar në katedralen ortodokse në Gjallëria e Krishtit. Atëherë do përmend dy pika, dy teknika të famshme. Teknika e afreskut dhe e asekos. E afreskut është më e vështirë se aseko. Është e vështirë afresku? Është më e vështirë sepse ti ke vetëm 30 minuta kohë për ta pikturuar. Një sipërfaqe prej 50 me 50 ose 1 me 1. Po pse është shpejtësia e kohës? Sepse thahet ajo, thahet. Do ta shpjegoj tani. Tani, të gjitha kishat e vjetra janë të punuara në të shumtat e rasteve edhe me afresk. Po. Por dhe me aseko. Çfarë të toleron ose çfarë të jep aseko, e cila punohet dal nga dal? Ti ke mundësi të mendosh, të vizatosh, dal nga dal edhe ti mund ta përfundosh një ikonë brenda 1 muaji, brenda 2 muash, ndoshta edhe më tepër. Kurse afresku ti duhet të bësh një bocet. Duhet ta kesh pikturuar në një sipërfaqe, qoftë edhe letër, kur ti do t'i bazosh këtyre ngjyrave dhe ti e ke të pikturuar në mendje sepse ke gjysmore për ta përmbyllur një sipërfaqe shumë të vogël. Çfarë ndodh? Vendi ku ti duhet të pikturosh duhet të jetë në gradën të cilën ti nuk i jep atë finon murit, e ke të pambyllur. A ka mundësi të duken gurët ose tullat e objektit të cilët i ke dhënë formën murit atje. Edhe suvaja e para është suvatohet me gëlqere të stazhinuar mbi 5 vjet. Në kohët e lashta është përdorur në pjesën ku nuk bie dielli, në pjesën e veriut, është përdorur kashta e grurit. Po. Pse përdoret kashta e grurit? Kashta e grurit në vetvete është një kalli i cili jep edhe merr, por në vetvete ajo e ngroh sipërfaqen bashkë me gëlqerin dhe të verdhën e vezës ose komplet grundin e vezës. Grundi i vezës, e gjithë veza bashkë me lëvozhkun, është lidhësi më i mirë i cili në kohët e sotme mos harrojmë të gjitha urat të cilat janë bërë në kohët e lashta, na vijnë sot edhe grundi, lidhësi nuk është çimento, po është e verdha e vezës. E gjithë veza. Po. Është lidhësi më i mirë, edhe për këtë çuditem. Po bësh me vezë? Vetëm me vezë, siç bëhen sot. Asgjë, me gëlqere, me vezë, edhe rër. Dhe rër. Edhe rër përdore. Kurse
Kashta, kjo kashta e grurit përdoret në sipërfaqen e veriut ku nuk e kap dielli dhe krijonte një ambient të ngrohtë, që lagështia mos të depërtonte në pikturë të anësirë të pikturës. Tani duke vendosur të sipërfaqe, ngëlqere, e gjithë veza, shpesh është përdor qimet e gjata të dhisë. Sot neve përdorim një lloj rjete, e cila e lidh murin, por atëherë nuk kishte rjetë të lloj kësaj. Kështu që përdoreshe qimja e dhisë, po, edhe kjo krijonte që suvaja të lidheshe me edhe nuk binte peta. Sigurisht kjo lloj mase ishte e fortë, suvatoheshe dorën e parë, pastaj dora e dytë që vinte një lloj sipërfaqe pak më sheshtë dhe sipërfaqja në momenti i tretë, kur ti do hidhje vizatimin, do të ishte gati. Atëherë do kishim një letër ku do kishe vizatimin gati. Në këtë letër duhet ta pickoje edhe vendosje në sipërfaqen ku ti e kishe suvatuar dorën e tretë të fundit. Edhe me një pambuk ose me një copë, me ngjyrë tulle, goditeshe letra. Dhe aty ku kishte të çpuar vrima të vogla, çdo 1 centimetër, nga krau tjetër dilte vizatimi me pika. Por jo një vizatim deri në detaj, sepse një profesionist nuk kishte nevojë për detaje të vogla, po i gjatë rrugës si i gjente ato. Mjafton vetëm portreti, në rastin ton kur vizatosh një portret, syri, hunda dhe jo ato detajet për shembull të karakterit të një shenjtori. Pasi hidhet ky vizatim, punohet ikonografia në ikona në bazë të shtresave të para, të dyta, të treta, për shembull në rastin ton e përdorim fjalën proplasmo, shtresën e parë, të cilat janë e bardha me jeshile, e dyta 2 okrat, okër e thatë dhe e ngrohtë, vermilion e cila e ngronte portretin, e bënte të gjallë, dhe pastaj dritat e bardha, 2 okrat me të bardhë, deri në përfundim. Dhe kjo duhet mbaroj përgjithësore, sepse kur ti vendos gëlqeren, gëlqera ka 30 minuta e cila thahet, nxjerr disa bulza uji. Këto bulzat e ujit marrin ngjyrën e vete dhe e depërtojnë kjo ngjyrë brenda sipërfaqes së stukuar. Dhe pas shumë vitës, nëse ti e dëmton sipërfaqen e parë, kjo ngjyrë depërton është akoma pas. Prandaj kjo është më rezistente ndaj kohës teknika e freskut. Është më e vështira, por është më rezistente. Prandaj sot i kësaj dite neve ikonat afresku e cila magnitesh, Petro, kur shikon kishat me afreske, magnitesh e thua si ka mundësi që? Nuk e di, por me ziprest më jepet rasti të punoj një afresk, kam punuar copza të vogla dhe kam dalur me sukses, por duke pasur ato mundësi, kam shumë dëshirë. Deri tani kemi punuar në katedralen në formën e Asekos, është punuar dal nga dal, duke menduar detaje të ndryshme të cilat me të drejtë duhet të ketë një ikonografi kohë për të bazuar në ato, sepse një sipërfaqe shumë të madhe e cila është dhe katedralja, falë ndihmës së kryebiskopit, më vjen mirë që e përmend, sepse ja vlen ta përmendim atë njeri punëtor i cili i dha gjithçka vendit tonë. Por ikonografia nuk ka fund. Nuk ka fund. Duket, Petro, sikur është një, të themi, një zanat i cili është shumë njerëz nuk e afrojnë, se thonë që është diçka që nuk është për ne ose nuk e arrim, diçka që nuk e arrim dot. Po kur ju shoh juve dhe kemi disa ikonograf në Shqipëri dhe prandaj kemi pasur si synim si radio t'ju sjellin profilet tuaja që edhe njerëzit t'u njohin, por edhe nga ana tjetër ndoshta të krijohet një mundësi dhe një frymëzim edhe për të rinjt, sepse është një art, është një fushë e cila ka shumë nevojë për njerëz, dhe duke parë edhe punët e shumta që edhe kërkesat e shumta që kanë njerëzit. Do më flasë në pjesën e fundit, Petro, për kërkesat edhe për ato çfarë njerëzit duan edhe përse tani janë futur, janë bërë trend të themi këto porositja ikonave, gjëra të tilla si këto. A mund të afrohen, pra është një mundësi për të rinj, Petro, që mund ta ndjekin, ta mësojnë të zanat. Apo është diçka që është vetëm për disa dhe të tjerë duhet ta prekin këtë gjë. Është e prekshme për të gjithë. Është e prekshme. Ikonografia nuk punohet vetëm nga studentët që kanë mbaruar pikturën. Duke përmendur këtu që ikonografët më të famshëm
nuk kanë mbaruar shkollën për pikturë. Mos them që nuk kanë qenë fare të talentuar. Por është një forcë, një burim i madh brenda vetes me lutje sigurisht. Po. Ku prandaj shkruhet nëpërmjet dorës së ikonografit. Sepse nuk është ikonografi i cili punon ikonën, por ai me lutje edhe kjo është një praktike ime. Ai duhet të jetë një besimtar. Është një praktike ime. Kur realizoj një ikon të Zotit, së çdo shenjtori tjetër, më vjen kështu brenda vetes që nganjëherë e them edhe me zë të lartë, o Zot ndihmo se kam ngelur në këtë moment dhe më ndihmo që edhe kalon një periudhë dhe shkoj veten shumë praktike. Ikona mund të punohet nga të gjithë. Unë vetë e kam filluar atë rrugtimin tim duke punuar një ikonë. Pastaj jam pagzuar. Ka ekzistuar një shkollë që në vitin 2000, shkolla Frymë Dashurie, e cila ka pasur për 2 vite një deg të ikonografisë. Kanë dalë studentë të cilët kanë mbaruar për ikonografi. Dhe kanë punuar në forma më private të mundshme, po kemi edhe shokë tanë të cilët kanë mbaruar shkollën në atë kohë dhe kemi kolegë, punojnë në po aq mirë sa ne. Por duke kujtuar dhe një gjë që në periudhën pas komunizmit, shumë familjen e migruan jashtë dhe kanë marrë kultura të ndryshme në lidhje me jetesën, por ajo çfarë ne na intereson, familje kanë pagzuar fëmijët e tyre dhe kanë ndjerë të nevojshme të kenë një ikonë të Zotit, të Shënmërisë në shtëpi. Dhe nuk ka munguar asnjëherë porositë ndryshme, sigurisht portative, dhe ato i kanë në shtëpitë e tyre. Do të pyesim pak Petro për interesin e njerëzve, të besimtarëve, jo vetëm ortodoks. Kanë shumë interes. Sepse e di Petro, tani tashmë jeni afirmuar si një ikonograf i një niveli të lartë. Dhe di që edhe kur shkojmë jashtë vendit, përmendet emri yt. Nga vinë më së shumti këto kërkesa, Petro? Falenderoj Zotin një herë që kam punë. Nuk kam një gjë që nuk e mbaj vetëm për ikonograf të madh, po cilësi shumë të lartë për së vërtetës, të themi. Dhe kam përpara dhe ikonën e Shën Joan Pagzorit, kam ungjillizimin, skenën e ungjillizimit. Në nivele shumë miq artëdashës, por dhe priftërin të ndryshëm kanë ardhur, edhe misionar nga Amerika, nga Anglia. Ku kam vizituar dhe këtu, Petro? Po, disa prej tyre po. Disa prej tyre po. Por duke qenë edhe vetë natyra, domethënë në periudhën ku kryebeshkopi pati shiko, është ajo fjala go and make disciples of all nations. Shkoni dhe mësoni gjithë kombet. Kjo ka qenë pika më e fortë e kryebeshkopit, i cili ai vetë nga një vend tjetër erdhi dhe mësoi, punoi dhe dha gjithë jetën e tij për sa i përket krishtërimit edhe ai në një farë mënyre për ne ishte bariu i mirë, kur shumë njerëz e pasuan dhe sot kishat tona janë plot. Përveç atij kanë ardhur misionar të tjerë nga Amerika, Anglia, Franca, dhe kemi pasur marrëdhëniet dhe sot e kësaj dite kemi pasur marrëdhënie me ata dhe shpesh ato kanë porositur nga ikonat, nga ikonograf. Por nuk kemi vetëm nga brenda vendit ata që porosisin, kemi edhe jashtë vendit. Po. Edhe nga jashtë komitete tjera kemi Petro që porosisin. Atëherë një marrëdhënie që është fat për ne për vendin tonë është një marrëdhënie shumë e mirë me Kishën Katolike. Po. Kisha Katolike porosit shumë ikona. Janë besimtarë apo kishat? Edhe vetë kisha, po edhe besimtarë. Edhe besimtarë ka që. Shiko, I ka vërë këtë tani, këtë tendencë. Ikona nuk humbet kur. Po. Nuk e di pse nuk dua të anashkaloj as teknikën latine të punimit të Zotit në një formë tjetër, në një teknikë tjetër, por ikona ka disa pika të rëndësishme e cila ecën me mesazh. Nuk ecën me atë bukurinë e anatomisë trupit, qoftë edhe të Zotit Krisht. Në të shumta raste në ikonografi bizantine, Zoti Krisht është simboluar në çdo rast me një madhe, vetëm në rastin e kryqëzimit, i cili sigurisht ne duhet ta vizatojmë ashtu siç ka ndodhur. Por
anatomia e trupit në ikonografi bizantine është tepër e thjeshtë, pa muskuj, pa forma të bëshme të themi të një trupi muskulos, është i thjeshtë, madje në shumë raste i dobët. Dhe kujtoj këtu dhe punimet e ikonografëve tanë, të cilët një sekret të tyre qoftë dhe Onufri, Shpataraku, i vizatonin asketët, shenjtorët asket, pothuajse edhe dishepujt, shumicën e raste përdorin mantele ku dilte në pa shumë pjesa e këmbës. Dhe një forma po tjetër, në planin e parë, kur ti e shikoje, thoje që këto nuk ishte të veshur mirë. Dhe më thënë, në ikonografi bizantine, në plan të parë nuk ishte luksi i veshjes, i pozicionimit, ku në teknikën latine këto janë, nuk ishte luksi i ndërtesave të bukura. Në ikonografin bizantine pozicionohet, vizatohet një ndërtesë e thjeshtë për të treguar që ky mister, ose në këtë fazë të lëvizjes së Zotit Krisht kanë asistuar, kanë qenë njerëz, ka marrë pjesë populli, të cilët e kanë parë këtë mrekulli, por për shembull hyrjen në Jeruzalem, paraqitet ndërtesa, kur në të njëjtën kohë kanë parë në teknikë latine zbukurimin e ndërtesës me kapitele, me pllumba, sigurisht gjë e bukur shumë, por në ikonografi bizantine janë më të thjeshta. Është shumë didaktike, është e kuptueshme nga njerëzit më naiv, ose njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj informacioni për krishterimin. Mund ta them këtë, sepse pas komunizmit, unë personalisht vetë nuk kisha informacion për Zotin. Derisa një moment, lavdi Zotit, një moment caktuar, fillova duke shfaqur kurreshtje, e më pas duke punu nëpërmjet ikonës kam arrit ta besoj. Shumë vonë, te e pranoj. Lindën një vend gjysmë pagan. Ateist, por gjysmë pagan. Nuk na e dha njëri informacionin. Megjithatë, arritëm deri këtu ku jemi, fal Zotit, dhe faleminderit Zotit për gjithçka. Edhe unë gëzoj Petro që kemi arritur në këtë nivele, dhe shoh që porositë janë të shumta, edhe kushdo mund ta gjej Petron, ta komunikoj për çdo kërkesë që mund të ketë. Të vitin ndoshta ta vizitojnë në këtë ambient kaq të këndshëm këtu ku punon, një ambient shumë i këndshëm, edhe i qetë gjithashtu. Ne jemi shumë të gëzuar që ishim sot, Petro, vizituam të studion tënde të vogël, por të mrekullueshëm, me kaq shumë punë. Edhe mendoj që është mirë që ne të nxjerrim në pa edhe këta artistë që i kemi këtu mes nesh, edhe vazhdojnë traditën e bukur të shkollave të mëdha të ikonografisë këtu në vendin tonë, në Shqipëri. Është detyrë. Është detyrë që duhet ta vazhdojmë. Suksese vetëm. Faleminderit shumë. Miq Radio Ngjalla, ishim me zotin Petro Lufta, me ikonografin e njohur të vendit tonë, me cilin folëm, biseduam pak për ikonografin, veçantinë e saj. Edhe gjithashtu folëm edhe për interesimin e njerëzve, të besimtarëve, të kishave, për t'i pasur ikonat jo vetëm në për shtëpira, por në për kisha, për t'i shpërndarë ato si dhurata. Dhe gjithashtu folëm edhe për rëndësinë që ato kanë, edhe për të ardhmen e tyre, padyshim. Miru dëgjofshim në emisione të tjera.